Tani të gjitha mbushën me dritë, qielli dhe dheu dhe të nënëdheshmet. Në madhështinë e shenjtë të kësaj të kremteje të ndritshme, Krisha shpall në mbar botën, lajmin më të gëzueshëm dhe më shpresëdhënës të besimit tonë. Krishti u ngjall. Ngjallja e Zotit tonë Jesu Krisht është themeli ontologjik i ekzistencës së kishës edhe i shpresës së njeriu. Pa ngjalljen, ungjilli do të ishte bosh dhe besimi i kotë. Siç dëshmon apostull Pavli, nëse Krishti nuk është ngjallur, atëherë i kotë është predikimi ynë, edhe i kotë është edhe besimi juaj. Kisha jeton, merr frymë dhe dëshmon, sepse Krishti u ngjall. Gëzimi i ngjalljes është fryma e saj jetësore. Kjo shpallje e ngjalljes është zbulesa e së vërtetës më të thellë të botës dhe të historisë, sepse me ngjalljen e Krishtit zbulohet se vdekja nuk e ka fjalën e fundit mbi ekzistencën njerëzore, se bota nuk është e destinuar për vdekjen, por për jetën, se historia nuk përfundon në errësirën e varrit, por hapet drejt dritës së përjetshme të Perëndisë, dhe se jeta që na dhuroi Perëndia është më e fortë se çdo forcë e prishjes dhe e shkatërimit. Krishti u ngjall së vdekurësh, fruti i parë i atyre që kanë fjetur. Ngjallja e Krishtit është fillimi i krijimit të ri. Zoti i ngjallur hyn në histori si Adam i ri dhe hap për natyrën njerëzore rrugën e mosprishjes. Shën Athanasi i Madh shënon se Krishti me ngjalljen e tij shkatërroi vdekjen dhe prishjen dhe i dha njeriut mundësinë të jetojë në dritën e jetës së përjetshme. Krishti nuk u kthye thjesht në jetën e mëparshme si Lazari. Ai u ngjall me një trup të lavdëruar, të transformuar. Kjo do të thotë se natyra njerëzore tashmë në Krishtin ka kaluar përtej kufirit të vdekjes. Në personin e Krishtit njerëzimi ka hyrë në jetën e përjetshme. Prandaj kisha e quan Pashkën, festa e festave dhe kremtimi i kremtimeve, siç shpall Shën Grigor teologu, sepse në ngjallje përmbushet misteri i ekonomisë hyjnore. Perëndia zbret deri në vdekje për ta ngritur njeriu në jetën e tij hyjnore. Vdekja e cila që nga fillimi i historisë njerëzore dukej si një tiran i pamposhtur dhe ka qenë sprova më e madhe e ekzistencës së njeriut, ajo në personin e Krishtit gjen shkatëruesin e saj. Në ngjalljen e tij shfaqet e mundur, nuk pushon se ekzistuari si fakt biologjik, por humbet fuqinë e saj absolute. Shën Johan Gojarti në predikimin e tij të mrekullueshëm të Pashkës na thotë: Krishti u ngjall dhe demonët ranë. Krishti u ngjall dhe ëngjëjt gëzohen. Krishti u ngjall edhe jeta mbretëron. Të dashur vëllezër, koha jon karakterizohet nga kontradikta të mëdha. Njeriu ka arritur suksese të jashtëzakonshme në shkencë dhe në teknologji, ka zgjeruar horizontet e dijes dhe ka fituar fuqi mbi natyrën që dikur dukeshin të paimagjinueshme. E megjithatë, pavarësisht këtij përparimi, njerëzimi vazhdon të jetojë në ankth dhe pasiguri të thellë, dhe bota duket shpesh e mbështjellë nga mjekulla e hijes së frikës. Luftrat që plagosin popujt, si konflikti i vazhdueshëm në Ukrainë dhe tragjedia që përjeton lindja e mesme, na kujtojnë me dhimbje se paqja e botës është e brishtë dhe e kërcënuar. Shpesh njeriu mbetet i pafuqishëm për të shëruar plagët e thella që vetë i krijon. Në këtë realitet të trazuar, ngjallja e Krishtit është një shpallje shprese për gjithë njerëzimin.
Ajo na kujton se historia nuk drejtohet nga forcat e dhunës dhe të errësirës, por nga fuqia e jetës që buron nga Perëndia. Në dritën e ngjalljes njeriu mëson se dëshpërimi nuk është fjala e fundit dhe se dashuria e Perëndis mund të hap horizonte të reja edhe aty ku gjithçka duket e mbyllur. Prandaj përballë ankthit të kohës sonë, kisha vazhdon të shpallë se shpresa e vërtet nuk gjendet në fuqitë e përkohshme të kësaj bote, por në Krishtin e ngjallur, i cili mbetet burimi i pashtershëm i jetës dhe i paqes. Vetë Krishti u premtojnë zënësve të tij, po ju jap paqen time, po ju lë paqen, ju a jap unë jo siç e jep bota. Kështu kisha e di se shpresa e vërtetë e njerëzimit ka vetëm një burim, Krishtin e ngjallur. Shën Maksim Konfesori mëson se në misterin e Krishtit zbulohet qëllimi i përfundimtar i krijimit, që e gjithë bota të bashkohet me Perëndin dhe të shndërrohet në lavdinë e tij. Ngjallja pra nuk i përket vetëm njeriut, por tërë krijimit, i cili, si shkruan apostulli Pavli, psherëtin dhe vuan bashk, duke pritur ripërtëritjen e tij. Të dashur vëllezër dhe motra bashkëqytetar, edhe vizitor të nderuar dhe të dashur që keni ardhur për të festuar Pashkën në qytetin ton, i cili shkëlqen nga drita e ngjalljes së Zotit. Mesazhi i Pashkës mbetet përgjigja e vetme dhe më e thellë e kishës ndaj dramës së historisë. Në çdo epokë, edhe në ato kur errësira duket se mbulon horizontin e jetës, drita e ngjalljes vazhdon të ndriçojë rrugën e njerëzimit, sepse Krishti i ngjallur është gjithçka në të gjitha. Është prania e gjallë që shoqëron historinë dhe e udhëheq atë drejt përmbushjes së saj në mbretërinë e Perëndis. Nga vari i bosh i Jeruzalemit buron deri sot drita që mund të ndriçojë historinë dhe të ripërtërisë zemrën njerëzore. Nga ai vari zbrazët fillon një histori e re për njerëzimin. Historia e jetës e cila e mundi vdekjen. Historia e dashurisë që te i kalon urrëtitjen, dënimin dhe hakmarrjen, dhe e dritës që shpërndan çdo errësirë. Në këtë dritë çdo njeri është i thirrur të bëhet dëshmitar i shpresës dhe ndërtues i paqes. Le të hapim pra zemrat tona ndaj dritës së ngjalljes dhe le të lejojmë që ajo të shndërrojë jetën tonë, familjet tona, marrëdhëniet tona dhe shoqërinë tonë, sepse vetëm kur drita e Krishtit ndriçon zemrën e njeriut, mund të lind shpresa dhe të vi paqja e vërtet. Me dashuri dhe me gëzimin e shenjtë të ngjalljes, ju uroj gëzuar Pashkët.